Përfitueshmëria e korporatës nga kjo fazë e parë e punës së saj është e kuantifikuar, bazuar në kontratat e lidhura 523 milion euro. Pra mbi gjysmë miliardi euro janë të kuantifikuara në përfitimin direkt të shtetit nga ky aktivitet, ndërkohë që përfitueshmëria ekonomike e kontraktuar është mbi 1 miliard euro. Dua të theksoj edhe diçka tjetër, sipërfaqja e tokës vënë dispozicion deri tani për këto projekte është 46.700 metra katror dhe ndërkohë sipërfaqja e përfituar për nevojat e shtetit dhe të institucioneve publike është 267.000 metra katror, ndërkohë që patjetër janë 355.000 metra katror të përfituara nga sipërmarrja. Pra, është një partneritet me sipërmarrjen, ku shteti adreson nevojat vetat duke vënë në dispozicion, njësoj siç bëjnë të gjithë pronarët legjitim të pronave, asetet e veta, por jo më si në të kaluarën, jo më duke i dhënë ato për zhvillim me kosto dhe përfitime simbolike, por duke u kthyer në një zotrus të madh asetesh me vlerë të cilat janë në dispozicion të shtetit. Mos harrojmë që kemi akoma sot një numër të konsiderueshëm hapësirash ku operojnë institucionet publike, të cilat janë me qira që paguajmë për pronar privat. Këtu po ndodh një spostim i rëndësishëm drejt zotrimit aseteve nga shteti dhe ndërkohë përmes kësaj po ndodh edhe një transformim i rëndësishëm i strukturës urbane dhe i cilësisë së ndërtimeve që ndodhin. Në mbyllje, Palati i Kongreseve është eksaktësisht ashtu siç u tha nga të gjithë ata që folën në dokumentarin e paraqitur, por nga ana tjetër edhe pse me të drejtë profesori dhe njëri nga autorët arkitekt të pallatit e nënvizoi me habi se si ky pallat ka rezistuar në 40 vjet nga i pamja e infrastrukturës vetë brendshme, dua të them që ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj dhe natyrisht thirrja në bashkëpunim e sipërmarrjes në kupton dhe zhvillimin e një objekti apo një tërësi objekte që do ta shohim nga propozimet pranë Pallatit të Kongreseve.